Pas afër 10 muajsh blokad institucionale dhe përplasje fjalor polarizues mes partive politike, qytetarët e Kosovës ju drejtuan kutive të votimit sërish me 28 dhjetor 2025 për zgjedhje të parakohshme parlamentare për të dytën herë brenda një viti. Këto zgjedhje përfunduan me një fitore bindëse të lëvizjes vetëvendosje, e cila mori 51% të votave. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pas vetëvendosis e dyta u rendit Partia Demokratike e Kosovës me 20.24%, e treta Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.26%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e katërta me 5.5%, ndërsa Nisma Social-Demokrate nuk arriti ta kalonte pragun zgjedhor me 1.6%. Sipas rezultateve të deritanishme nga KQZ, lëvizja vetëvendosje do t'i ketë 57 ulëse në kuvend, PDK 22, LDK 15 dhe AK 6. Rezultatet për dikë ishin të pritshme e për dikë jo, teksa befasi shihen rritja e vetëvendosjes e rënja e LDK-s. Nga Partia Demokratike e Kosovës e analist politik janë shprehur të habitur se si vetëvendosja është ngritur me vota, derisa ka qenë një qeveri me skandale të shumta e me pak punë. Megjithatë, rezultati është i tillë dhe tani pritet që të formohen institucionet e reja të vendit. Lideri i vetëvendosjes, Albin Kurti, pas shpalljes së rezultateve preliminare nga KQZ-ja, e quajti fitoren historike, ku tha se fitoi populli e Republika. Me 9 shkurt, si vjet, fitoi lëvizja vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025, fitoi populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Tash na presin shumë punë përpara, rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pa vonesa. Sa më parë që certifikohen rezultatet, aq më shpejt do të na duhet të krijojmë institucionet e të vazhdojmë me punën e mirë dhe projektet e nevojshme. Në kuvendin e legjislaturës së 10, po na pret plani i rritjes Bashkimit Evropian në vlerë prej 808 milion euro, prej të cilave parafërsisht 2/3 janë kredi, ndërkaq 1/3 grante, dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë prej 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej. Ftoj nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Edhe një herë, urime të gjithë qytetarëve mërgatës dhe secilit pa dallim, fitoren historike që është në rrugë të mbartë të tejkaloj edhe 14 shkurtin e vitit 2021. Sot ishte një ditë e gjatë, përveç se e bukur dhe e rëndësishme. Ai tha se do të përpiqet të formojë shpejt qeverinë e re dhe të jap fund bllokimit politik të vitit 2025, teksa i ftoi partitë e tjera që të bashkëpunojnë për marrëveshjet ndërkombëtare në kuvend. Së pari duhet të presim certifikimin e rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe më pastaj menjëherë duhet ta konstituojmë kuvendin e legjislaturës 10 dhe ta formojmë qeverinë e re. Unë jam interesuar që të bashkëpunojmë me opozitën menjëherë për ato që na kanë ngelur pa u miratuar. Pas certifikimit të rezultateve do të mund të ecim mbare mirë, por edhe shpejt e pa vonesa, me qenë se blokadat janë të pamundshme tani më. Rezultati i zgjedhjeve ka qenë i pritshëm nga lëvizja vetëvendosje. Këtë e konfirmon për dokumentarin Expose me Fail Bajqinovci, i cili ka siguruar votat për ulse në kuvend.
Ai thot se rezultatin e kishte parashikuar muaj më parë, teksa thot se vetëvendosja e Kurti kanë thyer rekord të votave. Mendoj që ka qenë e pritur, edhe ishin zgjedhje demokratike pa asnjë incident dhe nuk kishte edhe fjalor apo mund të themi përplasje fjalesh gjatë fushatës, por edhe pas fushatës mendoj që ishin zgjedhje ferr dhe demokratike që kanë dëshmuar që qytetarët e Republikës së Kosovës dhe institucionet kanë bërë një punë të mirë dhe normal është atë që kemi thënë tek ju para disa muajve që ne do të dalëm me një rezultat plebiscitar e atë mbi 50% dhe do ta kalojmë edhe me vota edhe si parti, por edhe si lider Albin Kurti do t'i tejkaloj të gjitha votat, pra edhe Albinin e vitit e shkurtit të vitit 2025, pra është njëri prej më të votuar, po dhe lëvizjave vendosje ka marrë vota më shumtin në histori të gjitha partive politike. Bajqinovci shton se pritjet gjithmonë janë më të mëdha, por që fitoria prej 50% është reale dhe besimi është marrë nga populli i Kosovës. Gjithmonë pritjet janë më të mëdha, por mendoj që kjo ka qenë reale dhe ne ashtu siç e kemi thënë edhe në emisionin tuaj bashkë tek ju në deklaratat e tuaja, është që ne kemi pritur që t'i kemi 50% dhe ajo ndodhi. Ndodhi ajo që e kemi pritur dhe ajo që populli i Kosovës ja dha lëvizjes vetëvendosje me 28 dhjetor. Për rezultatin e zgjedhjeve janë deklaruar edhe nga Partia Demokratike e Kosovës. Ferhat Shala, i cili ka siguruar votat për deputet, thot për ekspoze se rezultati 28 dhjetorit nuk është ai që është pritur, por që në të ka ndikuar shumë faktorë. Rezultati i fundit zgjedhor për Partinë Demokratike nuk ka qenë ai dëshirueshmi dhe ai që realisht është pritur. Por nisur nga fakti në rrethonat në cilat janë zhvilluar këto zgjedhje të jashtëzakonshme, në fund të vitit kalendarik, pa përgatitje të mirëfillta dhe duke u përballur me një luftë politike të padrejtë, me një qeveri në detyrë që ka abuzuar dhe shkel çdo parim dhe çdo ligj, me një qeveri në detyrë që ka abuzuar me paranë publike duke lëshuar në prag të fushatës zgjedhore qindra milion euro për kategoritë caktuara pa asnjë kriter dhe pa asnjë bazë ligjore, sigurisht që rezultati ka qenë ky që është e për të cilin Partia Demokratike ende, si më thonë, nuk e ka përmbyll gjithë analizën dhe debatin e brendshëm për të dalë me një konstatim pak më të qartë. Sipas tij, nuk kishte befasi në rezultatin e vetëvendosjes pasi ajo ka keq përdorur e ka abuzuar me infrastrukturën shtetërore, ndërsa që votën e ka siguruar me ndihma duke abuzuar me buxhetin e shtetit. Befasi nuk ishin sepse ne kemi ngritur zërin në kontinuitet për keq menaxhimin institucional, për shpërdorimin e paras publike për interesat të ngushta politike, për shpërdorimin e pozicioneve politike dhe ekzekutive, ku qeveria në detyrë ka abuzuar e ritheksoi me gjithë infrastrukturën shtetërore dhe ligjore në interes të paras, praktikisht në interes të votës së qytetarëve, por që realisht në një farforme ka investu dhe ka siguru votën me ndihma dhe me paranë publike, duke abuzu e ritheksoj me buxhetin e shtetit dhe paranë e qytetarëve. Në anën tjetër, analisti politik Shemsi Jashari për ekspoze ka thënë se rezultati nuk ka qenë i pritshëm, pasi vetëvendosja me gjithë ato skandale e pak rezultate, s'është pritur të ketë një rezultat të tillë. Po rezultati jo i pritshëm, ndonë se me indikacione që lëvizja vetëvendosje dele para, në këtë pjesë nuk ka pas dilema askush, po jo me këtë rezultat që dul. Po është e pashpjegueshme si një qeveri me ato pak rezultate, me gjithë ato skandalet që kanë qenë aktive nga ministrat edhe dikasteret që ka drejtuar lëvizja vetëvendosje, ta arrit votën, po duket që efekti diaspor e ka vot vetën edhe kemi tash këtë rezultat që kemi. Për të, befasi ka qenë ngritja e madhe e EVV-s dhe rënja e LDK-s, teksa tregon edhe faktorit që mund të kenë ndikuar në këtë rezultat, teksa si kryesor përmend diasporën. Në fakt ka ndodhur dy befasi, rritja e lëvizjeve vetëvendosje po dhe rënja drastike e LDK-s. Do të thonë duket që elektorati ka lviz nga LDK në drejtim të lëvizjeve vetëvendosje, ose është një çështje tjetër që ka ndikuar që një numër i madh i votuesve rezident ka udhëtuar jashtë vendit për festat e fundvitit
që sipas dhënave që mbledhen nga kufeti janë diku mbi 360.000 udhëtarëve të javën e fundit që kanë shku Kosovën, përderisa kemi pas mbi 560.000 dikon që kanë hyrë në Kosovë, domethënë në diaspora, që duket tashmë që e mbështet me shumicë lëvizjen vetëvendosje, ka qenë shumë entuziazmuar për të ardhur në Kosovë dhe për të votuar, përderisa partitë opozitare nuk kanë arritur ta mobilizojnë votuesin e vet dhe ka zgjedhur që pushimet e fundvitit i kaloj jashtë vendit. Për ashtu këtu edhe një numër i votuesve që nuk kanë dalë ditën e zgjedhjeve me votu për arsye të ndryshme, po thjesht kanë qenë të motivuar. Kurse analisti Blerim Burjani nuk sheh befasi në rezultatin e zgjedhjeve. Sipas tij, në gjithë këtë ka ndikuar edhe data e caktimit të zgjedhjeve kur Mërgata ka ardhur në Kosovë për pushime. Nuk kam qenë i befasuar as pak, domethënë të gjithë kemi ditë që do të ndodhë një rezultat pak a shumë i ngjashëm, domethënë me 50%. Mirë po, dikur kemi pas thonë që ndoshta 45% që ka qenë real për me fitu vetëvendosja, mirë po ajo shkoi mbi 50%. Arsyet apo faktorët janë ndryshëm, po. Disa ja atribojnë si dobi që ka fitu vetëvendosja nga diaspora, domethënë. Unë mendoj që koha e ndrimit e motmoteve, domethënë kur caktuar zgjedhjet me 28 dhjetor, ka qenë jashtëzakonisht datë politike, ma tepër me quaj se sa datë zgjedhore në kuptimin e vullnetit të lirë qytetar, po është ajo datë, është saktuar data me qëllim për të ardhur domosdoshmë diaspora këto dhe mos harrojmë që një pjesë e madhe diasporës që ka ardhur në Kosovë mbi 300.000, çaq gati kanë shkuar për familje nga Kosova, mbi 200.000 qytetarë kanë lëviz ndoshta edhe në shtetet e Bashkimit Evropian dhe më larg, dhe kështu që kur të krahasojmë apo analizojmë mirë daljen e qytetarëve, 46% ka qenë në shkurt të këtij viti, përkatësisht vitit e kaluar, dhe në 28 dhjetor 46%. Pra, diçka s'është mirë, se tek shmi pas në elektoratin 46%, e ardhja e diasporës do është me rrit domosdoshmë trupin elektoral mbi 50%, por nuk është rrit trupi elektoral fare. Kjo po bën që ka lëvizje të qytetarëve në ndrim të motmoteve, edhe kjo ka ndikuar që diaspora të vjen të votoj masovikisht për lëvizjen vetëvendosje, s'po foli për motivet janë të ndryshme, kryesisht janë politike, por edhe po ta pyetësh diasporën pse kanë votuar, nuk din me të kallzu pse. Nuk kanë shumë arsye për votim, por ndoshta veç dëshirojnë më të kalumen, mos me përkrah, mos me mbështet, apo subjektet politike të kalumen nuk i dojnë më. Ai ka bërë një krahasim të rezultatit për secilën parti dhe lëvizjen e elektoratit në to, teksa thotë se votuesit e LDK-s kanë kaluar në vetëvendosje. Elektorati i LDK-s ka lëvizja vetëvendosje. Ka qenë e çuditshme kur një parti politike apo elektorati i partisë politike LDK vepron kundra shtëpisë vet ose kundra LDK-s. Kjo ka qenë e pa kuptim për mendimin tim dhe kote kanë që ja fajsojnë Abdul Xhikun ose kryesinë e LDK, sepse këtu është një pyetje e elektoratit i cili po dahet si nga LDK dhe sigurisht po dojnë me përkrah domethënë lëvizje vetëvendosje për arsye që PDK-ja mos mu rrit. Ka disa motivacione të kësaj natyre që PDK-n dojnë me pa të zvoglu. Por sa ka qenë diaspora përcaktuese e këtij rezultati të zgjedhjeve të 28 dhjetorit? Qytetarët e Kosovës që jetojnë në vendet perëndimore kanë votuar në numër të madh, qoftë me postë në ambasada e konsullata dhe në Kosovë ata që kanë ardhur për pushime të fundvitit. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës të nxjerra nga sistemi i menaxhimit të integruar, në Kosovë kanë hyrë mbi 560.000 qytetarë përmes spikalimeve kufitare toksore dhe ajrore në javën e fundit të dhjetorit. Sipas Mefail Bajqinovsit, diaspora ishte kyçe në fitoren e madhe të vetëvendosjes, duke ndikuar që rezultati i fitores të thellohet. Nuk ka dilemë që në thellimin e fitores së lëvizjes vetëvendosje diaspora është kyçe. Dhe kjo ka treguar edhe me ardhen e tyre, por edhe me votimin me post, por edhe në konsullata dhe ambasada. Pa dilem, diaspora është ajo që ka ndikuar në thellimin e madh të fitores së lëvizjes vetëvendosje dhe kjo është, pra këtu jemi tash ku jemi dhe besoj që faza tjetër është konsolidimi i institucioneve dhe unë besoj që pas certifikimit, të cilin nuk e dim se kur do të bëhet për shkak se mund të ketë ndonjë ankesë të partive politike apo edhe brenda partive politike, po shpresoj që shumë shpejt ta kemi edhe certifikimin e rezultatit. Diaspora është kyç në fitoren e madhe të lëvizjes vetëvendosje. Sa i përket diasporës, Ferhat Shala nga PDK vlerëson se ajo është keq përdorur në mënyrë të skajshme nga pushteti i vetëvendosjes.
e njëjta logjik është përdorur dhe është keq përdorur skajshmërisht diaspora. Diaspora e kanë të drejtën e votës, diaspora janë pjesë e pandashme e qytetarëve të Kosovës, por që në relacion me institucionet të shteverisë, qeveria përsëri ka abuzu me gjithë korin diplomatik që ka abuzu me paron, ka abuzu me skenaret të mundshëm, ka abuzu me infrastrukturën shtetërore që e ka vënë në shërbim të një partije në prag të zgjedhjeve. Dhe në këtë relacion përsëri kemi shkelje, kemi abuzim, kemi tejkalim të çdo norme demokratike dhe ligjore, dhe kjo situatë ndodh vetëm në vende totalitare ku dominon logjika e diktaturës, logjika e mosnjohjes së rregullave të lojës, e demokracisë, e ligjeve, e kushtetutës, që tashmë janë shpërfaqur në mënyrën më të hapur nga kjo qeveri. Kurse analisti Shemsi Jashari thekson se diaspora ka të drejtën legjitime për të votuar dhe se është sa një subjekt i madh politik në Kosovë. Po ajo që dihet tashmë është që trupi elektoral që jeton në diasporë është sa një subjekt i madh politik, e që po flasim këtu sa subjekti i dytë më i madh politik në Kosovë. Domethënë votat që vijnë nga diaspora janë të barabarta me votat që Partia Demokratike i ka. E që nënkupton që një koalicion e lëvizjeve të vendosje me listën guxa, me alternativen, po edhe me diasporën ka funksionuar. Domethënë se sa është e drejtë që votuesi nga diaspora të vijë të votojë, domethënë është e drejtë, është legjitime, është kushtetuese. Ligji i mundson secili qytetar që është shteti i Kosovës që të jap votën edhe të ketë zonë në përcaktimin se kush do ta qeverisë vendin. Pastaj kjo pjesa tjetër se sa do duhej përfshihej diaspora në votim apo jo, është çështje e debateve, po përderisa jemi në rregull me ligjin, atëherë është e drejtë legjitime e secilit votues pavarësisht ku jeton që të hedhë votën e vet. Tani pritet që të bëhet certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve dhe formimi i institucioneve të reja që sipas kurtit do të bëhet shumë shpejt. Lidhur me këtë, Bajqinovci potencon se është e rëndësishme që të krijohet kuvendi dhe më pas qeveria, për çka thotë se s'do ta kenë nevojën e opozitës. E rëndësishme është që spari të krijohen trupat e kuvendit dhe të krijohet kuvendi i Republikës së Kosovës. Imediate është që sa më shpejt të certifikohemi dhe pas certifikimit të krijohet kuvendi dhe pas kuvendit të krijohet qeveria dhe pas asaj të votohet buxheti, sepse kriza më e madhe mund të jetë nëse buxheti nuk votohet deri në fund të muajit shkurt. Edhe pastaj unë besoj që do t'i kemi edhe mendoj që rezultatet e para tregojnë se kryetarën e kuvendit mund ta bëjmë pas nevojë për opozitën, por këto janë fazat të cilat duhet t'i ndjekim më tutje dhe të shohim ditëve në vazhdim se çfarë do ndodh pas certifikimit. Se vetëvendosjes do të ketë problem në krijimin e institucioneve, e thot edhe Jashari, teksa thekson se mbetet të shihet nëse do të ketë këmbgulje nga vetëvendosje për çështjen e presidentit më pas. Ajo që dihet tashmë është që me 50% të votave lëvizja vetëvendosje nuk e ka problem konstituimin e kuvendit e as krijimin e qeverisë. Diskutabile metet çështja e presidentit në mars-prill kur i ska dhënë mandati presidentes aktuale, se si do të sillet lëvizja vetëvendosje, a do ta ketë atë kokëforcinë si herën e kaluar, mandatin e kaluar që të imponoj propozimet e veta dhe të mos kërkoj bashkëpunim ose dialog me partitë opozitare për të siguruar numrin të nevojshëm prezent në sallë për të ecur procedura për zgjedhjen e presidentit apo jo. Kjo do të varet shumë nëse lëvizja vetëvendosje ka një qasje të arsyeshme siç do duhet të sillë një fitues që të bisedojë me partitë opozitare, të kërkojnë zgjidhje që ta gjejnë një emër mbi partijak, një emër që e përfaqëson unitetin qytetar. Atëherë besoj që opozita nuk do duhet që të kishte dilema rreth votimit të presidentit. Në të kundërtën, nëse shkojmë me idenë sikur herën e kaluar që të imponoj zgjidhje dhe të mos ketë dialog, mos ketë kompromis, mos i respektojnë në fakt partitë opozitare, atëherë nuk është e rastishme që ta kemi një blokadë edhe tek zgjedhja e presidentit. Ndërsa Blerin Burjani thot se kuvendi do të konstituohet shumë shpejt e të mos ketë sërish probleme, teksa rrezik e çështjen e presidentit që vendi të mund të shkojë sërish në zgjedhje. Po kjo është e mundshme të ndodhë shumë shpejt, unë besoj që kuvendi i Kosovës do të konstituohet shumë shpejt, do të zgjedhet kryetari, të shpresojmë që me listën srpska nuk do ta luajë një lojë prap vetëvendosja me Smelon, dhe më thonë vendin e rezervuar për nën kryetar nga kjo listë dhe mos më na bëj probleme të natyrave të tjera
edhe më na hub koti edhe me kur gjë mos më vape asaj teme, edhe prap me zgjedh dikon apet në fund. Pra, inshallah nuk ndodh kjo. Shpresoj që nuk ka më ndodh kjo lojë që është balla më herët, desa në anën tjetër na rrezikojmë të jemi si shtet apo rrezikojmë që si shtet të kemi një kuvend të përkohshëm dhe një kryeminist të përkohshëm. Po ju e dini pse po them, arsyet janë asajna që nuk do ta mund ta zgjedhin presidentin me kohë. Dhe kjo do të ndodhë që vendi prap ka me pas një kryeministër në detyrë dhe ka me pas institucionet përkohshme deri në zgjedhjet jashtëzakonshme. Çdo gjë është në Kosovë e mundshme. Opozita ma keq nuk shkon. Edhe po të shkojnë në zgjedhje s'ka ku shkon ma keq, po edhe me hub krejt nuk ka gjë ma të keqe, sepse s'ka çka hub mo. Është shumë e përmbysne, domthonë është e latë e përmbysne, e poshtrume nga elektorati i vendit, domthonë nuk ka ma poshtrim sikur me një subjekt që gjithmonë trumpetohet është themeluesi i shtetit si LDK, PDK, këta janë këto parti janë themeluesit e shtetit e Kosovës edhe me ra në këtë nivel LDK, ja është shumë e shtetshme. Tani mbetet të presim certifikimin e rezultatave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe më pas krijimin e institucioneve të vendit, kuvendin e qeverinë e Kosovës, duke shpresuar që mos të ketë më bllokada të tilla sikur kjo e fundit prej 10 muajsh.